po bëjnë sot fermerët? Jemi në fazë mbjelljesh. Është sezoni. Çfarë po ndodh? Çfarë po bëjnë ata? Sot fermerët janë kemi thënë, jemi në ditën më të cestë të bujqësisë. Nuk din çfarë të mbjellin, sepse janë krejtësisht parimentuar. Fermerët e Korçës para disa ditësh u dha një lajm që po pritëshin 35 hektar me drur frutor. Ata që kanë një marrëdhënie me firma që mbledhin sadopak kanë mbjell serat, por gjitha të tjerat janë të dështuara dhe fermerët presin ndryshimin dhe presin zbatimin e programit Partisë Demokratike, rritjen e subvencioneve, orientimin e fermerëve, çfarë do të mbjellin dhe pritja vlen sepse kemi thënë që ndryshimi politikave jep efekt shpejt dhe shpresojmë shumë që ndryshimi rrethësor i politikave të ndjekur në bujqësi do të çlirojë fermerët nga ky ankth, nga ky zhgënjim dhe nga kjo braktisje e bujqësisë dhe Shqipërisë dhe do t'i rikthejë, do të rritë interesin për bujqësinë, rritja e prodhimit vendës, mbrojtja e prodhimit vendës nga produktet e mirë subvencionuara të rajonit, pastaj do të kemi ajo që thatë ju që rritja e prodhimit bujqësor do të rrisë interesin edhe për turizëm, do kemi një harmonizim të sektorëve të ekonomisë. Atë që është për slogani i fushatës tonë që për të krijuar një hapësirë shumë të madhe që gati për disa duket e përfitueshme, por është shumë e mundur sepse thash paktën ne në sektorin e bujqësisë nuk kemi bërë shpikje të mëdha, po thjesht kemi adoptuar praktikat më të mira të rajonet e Evropës dhe do të implementojmë vendin tonë që janë praktikat konsoliduara dhe është fare lehtë për t'i aplikuar, është çështje vullneti dhe besoj që do krijojë hapësira të jashtëzakonshme për bujqësinë dhe ajo që kemi thënë tjetër së bashku Flavia që të paktën ata shqiptarë që punojnë bujqësi në vendet fqinje të paktën atyre duhet ta kthejmë me do mos mundësinë që të kthehen dhe të punojnë në Shqipëri dhe të jenë pranë familjeve të tyre dhe sepse çdo ditë në fshatën, në zonat rurale i vihet të kyçi një shtëpi të bukur, një vile dhe kjo është qëllimi kryesor që të kthejmë popullsinë në zonat rurale ku është investuar shumë nga remitancat dhe ka mundësi, kushtet klimatike, pozicioni gjeografik, gjitha na i mundsojnë që ne të kemi edhe jetesë edhe të ardhur nga bujqësia dhe nga zonat rurale.